Të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë për të folur për situatën politike atje, por sot lajmi kryesor në gjithë trevat tona është ndarja nga jeta e parakohshme e këngëtarit Shpat Kasapi. Do të flasim për shumë çka me gazetarin Faton Mehmeti. Faton, përshëndetje dhe faleminderit. Një koment të parë, një ngjarje e rëndë, dyshimet e para janë për Shpat Kasapi që ka ndëruar jetën e koncert, në mos gaboj, në Bologna. Jo, fillimisht në Bologna gjatë koncertit ka shfaqur disa shenja të përkeqësimit gjendjes tij shëndetësore, pastaj është dërguar pastaj e ka lënë koncertin dhe ka shkuar në dhomën e tij në ku po qëndronte. Aty pastaj ka ardhur ndihma e parë, mirë po duket që ka qenë shumë vonë për t'i dhënë ndihmën sepse ai ka vdekur në krah të ish gruas së tij. Dhe më tepër ka shkuar përveç koncertit, Shpoti kishte shkuar për shkak të djalit të tij, i cili ka disa probleme dhe për shkak të disa kontrolle me të djalit të tij dhe kishte qëndruar për hir të djalit me ish-gruan e tij. Kështu që është sigurisht një ngjarje shumë e rëndë për shkak se është një prej këngëtarëve më të njohur të muzikës shqiptare. Shpoti 45 vjeçor, qysh moshën 18 vjeçare, pra nga viti 2000 ka filluar të merret me aktivitetet e tij, njëhet për disa prej hiteve të cilat kanë lënë gjurmë në trevat tona dhe është pjesëmarrës në festivale të ndryshme në Top Fest, ku edhe kishte fituar çmimin e parë një herë nëse s'gaboj, me Blerën që kishte një prej hiteve të tij më të njohura. Kështu që sigurisht është një prej ngjarjeve të rëndësishme në kuptimin që ngjarja akoma më rëndësishme që për fat keq siç po dëgjoja dhe lexoja sot njëtin fat në të njëjtën mënyrë kishte pas edhe jati i tij shumë vite më para. Pra sipas arresti kardiak kishte ndruar jetë. Është vërtet që sipas studimeve mjekësore është si thua gjenetike, shumë gjëra janë gjenetike, pra nuk mundesh me ikë gjëra gjenetike, në kuptimin nëse ka pas në fat të keq babai edhe djalin e përcjell, kështu që këto janë tashmë gjëra që nuk i kemi në dorë, mirë po që si thuhet që prej momentin kur fëmia lind, si thua që përcaktohet fati i tij. Këtë kuptim duket që Shpati kishte pasur fat një jetë shkurt fatkeqësisht, por që ai do të jetoj përmes këngëve që ka lënë edhe që dëgjohen e do dëgjohen në vazhdimsi. Edhe një herë unë i shpreh ngushëllime fillimisht familjes tij, gruas së tij, djalit, prindërve të tij, të cilët sigurisht nuk janë në një gjendje shumë të vështirë, po edhe miqve të tij, ardashëve dhe gjithë shqiptarëve të cilët e kanë dashur muzikën e tij. Bashkohem me ngushëllimin që ju shprehet për familjen dhe miqtë të afërmit. Faton, kalon tek situata politike në Kosovë, duket se ky është momenti i PDK-s. Hamza do të arrijë që ti ka përcej këto zëra. Në përgjithësi, atëherë unë pres që të ketë një rritje të madhe të PDK-s. Zotri Kurti gjithmonë i kam shufër LDK-s duke i dërguar ftesë sepse e di që 70% elektoratit se vetëvendosja elektorat, kështu tradicional nuk ka, apo kupton, ka shumë një pjesë të vogël. 70% elektoratit e Kosovës që e kanë marrë nga LDK-ja, të cilët janë të pakënaqur me mënyrën se si LDK-ja i ka qëndruar PDK-s karshi, se 70% elektoratit të Vrugovës janë kundër PDK-s. Dhe duke qenë se LDK-ja ofru shumë me PDK-n, ky elektorat ja kthei shpinën dhe u bashku me vetëvendosjen e cila gjithmonë ka marrë një opozitarizëm të fortë karshi PDK-s. Prandaj këtu është luajtur, si më thon, me këtë pjesën e madhe. Dhe në këtë kuptim, zotri Abdigjiku është interesuar për të marrë zotrin Limaj sepse ai e din që do të ketë rënje dhe për ta plotësuar këtë boshllëkun e rënjes dhe për mos dalur si thua keq para elektoratit i tij është interesuar. Është Abdigjiku i cili duket se nuk ka dalë si thot një fjalë popullore prej shinave, pra ka dalë nga binat, ka dalë nga Terezia, me pak fjalë. Nuk po e di çfarë po bën. Më shumë po e bën për Parim Rama edhe më mirë. Sigurisht për Parim Rama unë kam thënë që qysh kur e ka fituar mandatin e parë në Prishtinë, unë kam thënë që duhet të emërohet në kryetari i LDK-s Spoko, sepse ta fitoi Prishtinën pavarësisht komunikacionit që ka bërë, ajo është thjesht zvarësi politike. Gjithsesi, Abdigjiku duket që nuk mua e disa, Abdigjiku më duket si Lul Basha, njësoj. Pra, janë kryetar të opozitës që kur nuk do të bëjnë kryeministra. Dhe
pak a shumë edhe në fizionomi janë të njëjtë, mirë po dhe veprime politike janë njëjtë. Këtë kuptim besoj që fundit do ta ketë si Lulbosha. Nuk do të arrijë asnjëherë të bëhet kryeministër, sepse nuk e ka staturën e tillë, po se duhet të kishte staturë për të bërë kryeministër, po nuk e ka dhe vizionin e qartë se çfarë duhet bëj. Pra, bën politika ditore. Nuk bën politika nuk e ka një vizion të qartë se çfarë duhet bëj. Thjesht asgjë nuk po bën ndryshe nga se ka bërë Isa Mustafa, i cili e çeli dikën me 12%. Pra edhe ky 17% që është rrit, ky 5% që thjesht ka qenë një shans, hajde ta provojmë, mos ka ndryshuar, mirë po unë kontaktet që kam me njerëz janë dëshpëruar shumë nga Bligjiku, nga gjitha veprimet e tij, sepse fatura për bllokimin e buxhetit i atribut pikërisht LDK-s, e cila kishte me të drejtën mundësinë në rregull mos e votot qeverinë, as mos e votot sepse zotri Kurti ishte pajtuar në një moment fundit me ndërhyrjen e presidentes Osmani, kishte heq dorë që të miratohet buxheti i vitit 2026, nuk kishte thënë vetëm miratohet marrëveshjet ndërkombëtare dhe buxhetet për kuvendet komunale. LDK nuk pranoi të kthejnë në sand. Kështu që gjitha këtu i faturohen LDK-s dhe besoj që do ta paguaj koston në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Edhe diçka të fundit kam se në 2 palëzidhet e fundit ju keni qenë koherent me parashikimet. Tani ne do flasim prapë me Kismet edhe për ato të 28 dhjetorit, por realisht në këto zgjedhje PDK-n ju si e shihni, deri ku do shkoj, se për LDK-n e mora analizën, por PDK-ja ku? PDK-ja unë pres se të ketë me një 4% më përqindje, do të rritë 3-4%, më pres se të ketë një rritje PDK, sepse PDK në krahasim me LDK-n ka qëndru konsistente në qëndrimet e saj, të drejtën. Prandaj nuk ka ndonjë dëshpërim të elektoratit. Ka vetëm një pjesë që mund të rikthehet, tek cilët e kishin braktisë PDK-n me largimin e zotrit Thoçit dhe zotrit Vezeli, mund të ketë një rikthim, edhe mund të ketë një gjeneratë e re tashmë që mbushin 18 vjeç, i dihet që pjesa dërmuese e votojnë vetëvendosin kështu të rrit, mirë po e vërteta që një pjesë tjetër që nuk e votojnë vetëvendosin do të shkojnë tek PDK-ja, te LDK-ja se nuk do të shkojnë. Kështu që në këtë kuptim unë pres që të ketë një 4% rritje tek Samia me Hamidin ndikojnë te kjo rritje apo është bashkim mekanik që thëmë drejtës është këtu një tek rasti Ramez Ladrovsit besoj që do të bëjmë një emision sepse ka shumë elemente të cilat e përbëjnë atë, mirë po vota vetëm një gjë duhet dim. Njerëz që kanë votuar Ramez Ladrovsin me ato gjithë vota që i mori. Nuk kanë qenë vota për Ramez Ladrovsin, kanë qenë vota të njerëzve të vetëvendosis do të LDK-s kundër Samil Shtakut. Pra njerëz që kanë votuar kundër Samil Shtakut e kanë votuar këtë, se i doli kundër. Jo se do i merrte ato vota vetëm, po delte, pse nuk është se ka tregu ndonjë zgjuarsi politike të madhe sa po e rrisin atë shumë dhe duket se e kanë bërë sikur të ishte ndonjë Skënderbej politik, mirë po është thjesht një kryetar komunës zakonshëm. Po, unë besoj që Ramez Ladrovsi duhet i merr me qetësi gjërat se mund t'i kthehet në bumerang kjo me një mallësia politike që her pas here po e shfaq. Unë dëgjova edhe një deputet PDK që tha është personalitet i veçantë. Por çfarë personaliteti i veçantë bëhet fjalë, nuk është thjesht i zakonshëm si gjithë tjerë, nuk ka ndonjë veçanti. Thjesht vetëm se është referuar fakti që ka dalë disa herë i pari nga kryetarët e komunave. Vetëm që doli kundër Samil Shtakut mori edhe votat e vetëvendosis. Me votat e vetëvendosis është bërë kryetar komune, se për ndryshe nuk do të mund në asnjë mënyrë ta mposhte PDK në bastionin e saj tradicional asnjëherë, që nuk mund të vijë diskutim. Mirë po, ishin mobilizu me të madhe nga vetëvendosja, nga LDK-ja, nga gjithë, ishin bërë për ta votuar për dal kundër Samil Shtakut. Pra ishte vot kundër Samil Shtakut, jo vot për Ramez Ladrovsit. Paton, faleminderit shumë. Faleminderit për juve, kënaqësia ime, mbase fola shpejt, mirë po mundova për thënë sa më shumë gjëra. Ishe elaborove mjaft mirë dhe mjaft thjesht për të gjithë publikun për ta kuptuar atë që po ndodh atje, jo vetëm nga atje, por edhe jashtë Kosovës. Falenderoj shumë. Faleminderit juve, kënaqësia ime. Paton